Koordinatorja e grupit parlamentar të Frontit Evropian Rina Ajdari tha se kanë vërejtje për ligjin për kundërvajtje, i cili lidhet me zbatimin e projektit të quajtur Safe City. Ajdari thot se kanë kërkuar zbatim të gjuhës shqipe, aplikimin e sistemit edhe në qytete të tjera dhe për mënyrën e dënimeve që sipas saj duhet të jenë paralajmëruese dhe jo vetëm dëshkuese. E pyetur nëse do ta votojnë ligjin pa u përmbushur këto kërkesa, Ajdari tha në parim po. Ne kemi pasur bisedime me ekspert, edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, edhe individ të cilët e kanë përpiluar ligjin, dhe të gjitha këto na janë kristalizuar në këtë mënyrë që ndryshimet të gjitha këto kërkesat, vërejtje të cilat i kemi ne, do të realizohen ose të paktën janë duke u marrë me këto çështje për tu rregulluar. Do me thënë. Po. Në parim po, por deri të premten ka kohë. Në parim po. Do të bëhen. Por në një moment gjatë konferencës u krijua konfuzitet pasi ndërhyri deputeti Sadullah Duraku, i cili u shpreh kategorikisht se pa u bërë këto përmirësime nuk e votojnë ligjin. Jo, mos t'i pështjellojmë punët ne këtu, në qoftë se përmirësimet nuk bëhen në ligj. Bisedimet janë që i përmirësimet të bëhen në ligj. Në qoftë se përmirësimet nuk bëhen në ligj, na parim na e votojmë ligjin, por në qoftë se s'bën përmirësimet nuk votohet ky ligj. Nga ana tjetër, Astrid Hiseni, zëvendës ministër i Brendshëm nga Vlen, theksoi se ky ligj është përkrahur nga të gjithë liderët e partive dhe se edhe pa votat e BDI-s numrat do të jenë. Jo, nuk ka pas kushëzime, besoj se është arritur një ujdi dhe ligji i kundërvajtjes pritet që brenda kësaj jave, më konkretisht në seancën e parë, siç jemi konsultuar edhe me koordinatorin e grupit të Vlednit, deputetin Bekim Qoku, që kjo të kaloj ditën e premte dhe kanë kaluar edhe ligje tjere. Nuk ka qenë se është pritur të kaloj vetëm se ligji i kundërvajtjes, më herët kanë kaluar edhe 4 ligje tjera, do të thotë, më konkretisht 5 ligje deri tash kanë kaluar. Po, mirë po, në fillim nuk ishte vullnet nga BDI-a për shkak se ata dërguan disa amendamente në kuvent. Mirë po u arrit një ujdi, pa kushte, dhe unë besoj se ligji i kundërvajtjes ditën e premte janë votët pa konsenzus atë që edhe e keni do të thotë si informacion, me qenë se unë besoj se ndoshta edhe pa BDI numrat do të jenë. Mirë po është mirë do thotë që kjo është mirë pritur prej gjithë liderëve dhe duhet përkrahet prej gjithë qytetarëve. Nga LSDM thonë se ligji do ta ketë mbështetjen e tyre, mirë po do ta parashtrojnë si çështje në kuvent se çfarë do të ndodhë me sasinë e madhe të dhënave që gjeneron ky sistem dhe për shumën e gjobave. Përndryshe, të premten pritet të votohet ky ligj në kuvent.